Që po blen kokain. Ç'të thot kjo mos rrobja ku është Maqedonia, por çka kanë ata më shumë se ne? Çka ka Kosova më shumë se ne? Tu po ndodhin gjëra që nuk do zhbëhen dot nëse ne i lejojmë. Në këtë kontekst, Partia Demokratike po bën gjithçka. Ditën e njëjtë, në përplasje me ta. Do të ketë protest edhe brenda parlamentit? Ne do të bëjmë gjithçka, nuk përjashtojmë asgjë. Jemi akoma në fazën organizimi. Ne do bëjmë gjithçka. Ne nuk përjashtojmë absolutisht asgjë. Është çmenduri që ne i diskutojmë këto. Unë nuk e kuptoj. Kjo është një parti që ka lëshuar 39.000 flet arresti nga 2013 në 2017. Për ujë, për drita, për kupon, formalizimin e ekonomisë e quanin. Dhe formalizimin ta e sillnin me burg. Dhe kanë bërë burg njerëz për 10.000 lekë drita. Disa kanë vrarë veten. Ka depresioni. Disa kanë vdekur nga depresioni. Disa tjerë kanë vrarë veten nga depresioni. Tani pse një qytetari që ne na paguon taksat, që nuk i ka privilegjet që i kanë një deputet, i majorancës e të opozitës s'ka një privilegj, që ja kanë hequr çdo gjë, as zyra nuk kanë, por politikani i ka disa privilegje. E ka një rrogë më të mirë se dikush tjetër. Tani pse qytetarët nuk pas kanë fare imunitet, po merren edhe çohen në burg? Tani Belinda pas ka akuzohet për 1.1 miliard euro, zotre. Që imuniteti flet kë? Si mund të jetë opsion që ne mund mos t'ia heqim imunitetin asaj dhe ajo të jashtë burgut? Ndërkohë që për këtë zonjën është në dosje që i kanë marrë segmente të larta të krimit organizuar dhe kanë kërcënuar dëshmitar. Po si mund ta lejojmë të vazhdojë kjo kështu? Pse socialistët nuk e votojnë sipas jush? Nuk kanë lidhje me Belindën. Ka lidhje me Ramën. Është Rama në ato dosje. Është Rama, nuk është Belinda. Belinda ka bërë që ka thënë Rama. Siç ka bërë Ilir Beqja, dhe të arrestosh Belindën ti nuk godet korrupsionin. Madje Edi Rama kërkon që Belinda të arrestohet, por me një kusht që ajo mos flas. Kjo është marrëveshja që kërkon Rama dhe do ta zgjidhë Edi Rama më vonë. Kjo është marrëveshja që kërkon Rama, mbetet në dorë Belindës ta pranojë ajo. Kjo është marrëveshja që kërkon Rama, se këtë marrëveshje u ka ofruar të tjerëve, këtë marrëveshje i ka ofruar Sajmir Tahiri. E nisi për kanabizimin e vendit Sajmir Tahiri, u dënua për shpërdorim detyre. Mbas një vit e gjys doli. Sa para ju konfiskuan atij? Zero. Zero para. Zero. Si ka mundësi? Dhe nuk foli kur. Po pse Sajmir Tahiri në atë kohë sapo ishte bërë ministër për herë të parë në 2013, 30 vjeç ai e kanabizoi gjithë vendin. Të bëri Edi Rama, duhet fuqia kryeministrit, garancia vjen atje. Kanabizimin e një shteti. Unë kuptoj një ministër mund të bëjë një aferë korruptive, një tender mban përgjegjësi ai, po kanabizimin e një shteti se bënte dot vetëm. Dhe çfarë ndodhi? Kur arrestua Sajmir Tahiri, u godit krimi? Jo, krimi u rrit. Pse? Sepse ishte Rama vazhdonte në detyrë. Është Rama që e rrit krimin. Po njësoj korrupsioni. Ha e morën Ilir Beqin, ka ndaluar sterilizimi? Jo. Sterilizimi mbara edhe gjyqi dhe shumica e të akuzuar kanë dalë, kanë mbaruar dënimin e tyre. Po mbaroi, po sterilizimi vazhdon si koncesion. Tani është korrupsion ose është? Se ç'po bëjnë burg tanë nëse sterilizimi nuk është korrupsion. Tu është nonsensi. Incineratori, e ty është, vazhdojnë ato. Qofti Fierit. Incineratori ende nuk është ndërtuar. Pas ka ndërtuar një herë se kanë ikë ato, tash po e ndryshojmë, po kthehen tek propozimi jon që kemi bërë ne në 2013.